Shkemi, si jeni? Shpresoj që ju kemi gjetur mirë në këtë episod. Në episodin e kaluar folëm pikërisht për problematikat e të rinjve, pse janë larguar. Dhe kësaj radhe kemi vendosur të flasim për zgjidhje, se si mund t'i rikthejmë. Përsëri jam me dy të rinjt më simpatik të forumit rinor, me Klean dhe me Laertin. Laerti mendon se Klea sot nuk është mirë. Unë mendoj që është shumë mirë. Duket pak e mërzitur po. Jo, jam sëmur, jam thjesht pak sëmur, gripi, vend të vetën. Mirë, s'do vdesësh. Jo, nuk vdes. Jemi në rregull. Atëre, duke parë ato që diskutuam radhës së kaluar, besoj se kësaj radhe të gjithë janë të interesuar për të parë dhe se si do mund t'i zgjidhim. Dhe pikrisht kemi qenë në media, në kontakt, bëm një protest për anticensurën, e cila është një gjë akoma më tepër që mund t'i largoj të rinj, sepse mund të jetë një gjë shumë e vogël, por është dhe një gjë shumë e madhe, sepse i ndalon komunikimin mes njëri tjetrit. Nuk jemi kundra vendosjes së filtrave të mbrojtjes të rinjve, të atyre më të dobët, pra le të themi, të moshave, dhe çdo vend duhet vendosi këto filtra për t'i mbrojtur çdo gjë, të drejtën, privatësinë, hate speech. Çdo vend perëndimor që vë filtra, por vetëm mbyllje jo, por nuk e mbyll. Për të tërë që ta kuptojnë, cilat vende kanë mbyllur atë platformë. E kanë mbyllur Afganistani, e kanë mbyllur Irani, e kanë mbyllur Somalia, e kanë mbyllur Turkmenistani dhe tani e kanë mbyllur Shqipëria 2030, Shqipëria Bashkimit Evropian. Por kur përmendin shembuj si Itali, Francë, po vën disa kufizime, asnjëherë nuk është mbyllja. Po megjithatë ta heqim këtë temë. Prandaj ne në 11 maj do votojmë numrin 1. Vetëm njëshin. Njëshin për ta bërë Shqipërinë madhështore dhe për t'a kthyer shqiptarët. Kemi numrin që na përket. Në një indicie, indicet janë shumë të rëndësishme. I pari Ferrari thënë ne. Kur kemi qenë vegjël. Ja garantoj qytetarë shqiptarë që ai njëshi që na ka rënë të fleta votimit me siguri na i shton 5% minimalisht. Është vërtet. Guri keq për Edi Ramën është ajo, kështu ju që bëni sondazhe, shtojeni edhe një 5% vetëm nga numri që të bim rehat. Tani, ajo që kemi diskutuar këto ditë në media është pikrisht ajo që unë e kam hedhur si tezë këtu e 4 vjet para. Klea, Laert, ju do futeni së shpejti në tregun e punës në Shqipëri. Do shkputeni nga familja, do jetoni me qera? Po, se besoj nuk po të rishë shpi me mamin dhe me babin me kështu shtëpi bari që keni kursyer para ose korrupsion, prindrit tuaj që ti kenë ca para kesh apo donator apo t'ju ulin çmimin e ndërtimit. Do detyrohesh të dalësh, po dhe në mos nuk dalim këto vite, në vitet e ardhshme. Apo mos keni një apartament si ajo Latzoza Erion Velia që nuk keni lekët, jo, nuk e keni. Atëherë për të rinj që nuk i kanë këto gjëra, do jetoni me qera? Po, patjetër. E zëm se paga juaj do jetë jo 400 euro që sot Partia Socialiste e ka pagën minimale, por do jetë 700 euro, se ju jeni trim brillant. Sa para plus bonus e 740. Sa para do kurseni në muaj? Po nëse i marrim me radhë, do paguajmë ujë drita. Po ushqime, po. Po veshje. Po veshje se jam vajzë, po. Po një mbasdite ose jo një mbasdite, se normalisht kur jeton vetëm, i kufizohesh pak, një fundjavë do dalësh. Patjetër. Kështu që po për qira ngelim në gjë. Po për qira. Po prit se nuk po më dalë. Ne shtetemi prapë te prindrit. Te prindrit, po. Dhe për këtë arsye, ajo që kemi parë në rajon është rasti i Hungarisë, që të gjithë të rinj ta kuptojnë që Partia Demokratike e ka një zgjidhje në rajon të cilën do e kopjojë 100%, që kanë për çdo çift të ri që martohet, pra një çift i ri që martohet, se edhe ju shumë shpejt do martoheni, ju duket tani si diçka e largët, por ndodh. Po. Shteti jo pa normale, pa shans shpia apo do thonë jeton akoma me mamin dhe me babin. Pikrisht. Por vetë qeveria, shteti ju jep 30.000 euro kredi me zero interes këtij çifti të ri, që t'ju mundësoj të vendosin atë që quhet depozit në real estate. Mos gaboj dhe Bashkia Tiranë bën këtë, po jo për të rinj, po për çiftet LGBT dhe homoseksuale. Ato janë banesa sociale. Ne nuk jemi për banesa sociale. Ne jemi për të gjitha çiftet ta marrin këtë gjë. Të marrin 30.000 euro kredi me zero interes, që të kenë mundësi për të paguar 20% të depozitës të shtëpisë. Sepse 80% të shumës do japim bankat nivelit 2. Pra, ku po dalim? Po dalim te problemi kryesor që i fut të gjithë të rinj në rreth vicioz.
që është mungesa e kursimeve, mungesa e mundësisë për të kursyer atë që do ishte 20% depozit. Patjetër, po gjëra do shkojnë paralel që të ketë mundësi të blej shtëpinë duhet të rritet dhe rroga. Patjetër. Domethënë ajo që ai do merrte 700 duhet marrë 1200, duhet marrë më shumë. Kjo është pjesë e programit Partisë Demokratike që rroga minimale do rritet dhe rroga mesatare do rritet. Po dhe ato rroga nuk mjaftojnë për të kursyer atë që do duhet për 20% depozit. Dhe për këtë ne do subvencionojmë atë depozit. Të gjithë çifteve të reja, Partia Demokratike do i subvencionojë depozitën 20% që të futen në kredi me bankat private 80%. Dhe në vend të qeras, 300, 400, 500 euro në muaj që qeraja, të paguajnë kësin e kredis. Dhe çdo muaj nga ajo kës kredie që paguajnë, pjesa dërmuese shkon drejt pronës dhe kapitalit të rinjve. Patjetër një pjesë do shkojë drejt interesit bankar, po pjesa dërmuese do shkojë drejt kapitalit të pronës. Dhe kjo është gjëja revolucionare që ne do bëjmë për të rinjt, sepse të rinjt nëse ikin nga Shqipëria sot, ikin se nuk kanë një çatim mbi kokë. Pra tani që po flasim, nëse një i ri do të blejë një shtëpi, duhen 90 vite të paguajnë këstin e kredis. Po, sot se ato 90 vite ju duhen ja 30 vjet për të kursyer një depozitën. Po kaq shumë para ka Shqipëria sa buxheti i shtetit shqiptar, thon Partia Demokratike do jetë e mundur. Se kjo është një pyetje që na e bëjnë gjithë. Patjetër. Ku do i gjejmë parat? Do i marrim borxh. Pra nëse duhet marr borxh për të ndihmuar të rinjt që të jetojnë në Shqipëri, është borxhi më i mençur që mund të marrësh sepse ti garanton konsumatorët që do vazhdojnë konsumojnë në vendin tuaj. Pra, çdo banor që është në Shqipëri është një burim paraje për qeverinë, sepse çdo banor në çdo produkt që blen në Shqipëri paguan 20% TVSH. Paguan 20% TVSH. Ne kemi nevojë për banor. Nëse ne s'kemi nevojë për banor, patjetër që këto gjëra s'duhen bërë. Por Shqipëria do vazhdojë të ekzistojë si vend vetëm me banorët që do ketë në të vend. Dhe pikërisht dhe për të shtuar në të ardhmen me banor duhet të ketë çiftet e reja. Dhe ky subvencion do vi me kusht. Pra është një subvencion që të jepet në formë kredie me zero interes dhe nëse ti bën 3 fëmijë të falet. Pra do jepen dhe incentiva që familjet të reja shqiptare të kenë 3 fëmijë. Dhe ky është një shembull konkret që vjen nga Hungaria, që e ka filluar në 2018-2019 dhe sot ka një rezultat fantastik në shtimin e demografisë. Nuk bëjnë fëmijë pensionistët, e tham këtë radhës së kaluar. Bëjnë fëmijë vetëm çiftet e reja dhe ne do fokusohemi tek çiftet e reja. Nëse do shkojmë më tej se si do rikthejmë ata që na janë larguar, patjetër që ka çiftet e reja që na janë larguar, do rikthehen momentin që jo vetëm punësim të gjejnë në Shqipëri, pse folëm për epokën digjitale, që njerëzit sot mund punojnë online, mund të kenë punë shumë mira në agroturizëm. Ta marrim në qeverinë e Partisë Demokratike të 12 majit. Mendimin tënd, kush duhet të jenë ministrit kryesore ku duhet vendoset fokusi që të bëhet i mundur kthimi të rinjve në Shqipëri? Unë besoj verbërisht që duhet të jetë Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë. Sepse ato janë dy shtyllat kryesore për një familje dhe të rinjt të jetojnë këtë vend. Nuk është më sot problem punësimi. Punësimi sot mund të gjendet në të gjitha cepat e Shqipërisë, prej digitalizimit të ekonomisë botërore, prej mundësisë së turizmit në Shqipëri me agroturizëm, me turizëm bregdetar, me turizëm kulinar, prej bujqësisë, punojnë toka, pra megjithëse çdo gjë që është sot është kundra kësaj iniciative, sepse ti hap biznesi një i ri dhe ti ke taksa shumë të larta. Taks gjelbërimi, taks ndriçimi, rrugë. Investon diku dhe ke mungesë ujë. Vetëm taksa. Ke mungesë infrastrukture, pra këto problematika ndodhin, por shqiptarët me atë iniciativën e shpirtit të lirë të sipërmarrjes janë gatshëm të bëjnë dhe çuditëra. E zëm se bën çuditëra. Pra një çift i ri kthehet në Shqipëri, ndërton një biznes shumë suksesshëm Kuçov apo Nersek. Ku do i çoj fëmijët? Në çfarë kopshti? Çfarë çerdhe, çfarë shkolle fillore, çfarë shkolle nëntëvjeçare, çfarë gjimnazi. Se mirë hajt në universitet do lëvizin, do shkojnë një në Tiranë. Kjo është bërë keq edhe në Tiranë, jo më në Ersek dhe Kuçov. Pikërisht. Ku do i çojmë? Dhe për këtë arsye, qëllimi kryesor do të jetë Ministria e Arsimit, po jo Ministria e Arsimit burokratike sa për të kaluar radhën. Po një Ministri e Arsimit që do të ketë buxhetin me të vërtet 5% të GDP-s.
sepse ne kemi nevojë sot, pasi shkatruam arsimin në Shqipëri, pra jo ne si shqiptarë shkatruam, jo Partia Demokratike, po Partia Socialiste që mbylli 600 shkolla në 12 vjet. Nuk është vetëm mbyllja e kemi nevojë të rihapim ato shkolla. Nuk është vetëm mbyllja e shkollave, po është edhe puna e kurrikulave dhe mësimdhënia. Ai është një problem më specifik, më teknik që një episod të radhës do e trajtojmë me shumë imtësi që ta kuptojmë se çfarë i ka ndodhur arsimit në Shqipëri. I ka ndodhur një masakër në kurrikul. Ne kemi pasur kurrikulat nga më të fortat, nga më të mirë dhe ne sot nxënësit që duam të kurrikulën më të dobët. Nxënësit që ne duam të mësojmë për punojmë të gjithë me libra nga të 90-s deri libra të 2010-s. Zyshat i marrin librat ekstra që na bëjnë ushtrime në ato 10 minutë që ne fundit. Sot kanë qenë më të mira se të 2013 ose tutje. Jo, nuk ka krahasim fare. Kjo është një problematikë që do e trajtojmë dhe do i ndriçojmë shqiptarët se çfarë ka ndodhur me të vërtetë, se pa çka propagandës që mundohen ta hedhin dhe të fajsojnë dhe sistemin anglez. Sistemi anglez do ta hedhin gjyq shqiptar për gjithë emrin e keq që i ka bërë. Por minimalisht duhen fizikisht shkollat të rihapen. Duhet të mbushen me mësues dhe duhet të jepet shërbimi bazë 8 orë në ditë. Sepse problematika më e madhe është ku do të çosh fëmijët. Që nga Tirana e deri në skajin më të lartë. Dhe nëse i çona kanë sigurinë e plot. Pikërisht. Prandaj Ministria e Arsimit nuk është shaka. Ministria e Arsimit duhet të jetë një nga shtyllat kryesore të Partisë Demokratike nëse do dojë të mbajë të rinjt në Shqipëri. E dyta është Ministria e Shëndetësisë. Të gjithë kemi probleme. Kemi smundje, kemi vuajtje. Unë jam smur me grip, s'kam ku shkoj. Të shkuar. Do të shkoj në farmaci që të marr një spital privat. Ose në spital privat. Po mirë, në urgjencë mund të shkosh ti, po të erdhi radha do të bëjnë një mjekim. Kur të jesh afër infektimit total. Më ka ndodhur një rast ose mund smuresh më tepër atje ku. Jo, më ka ndodhur një rast dhe kam shkuar në urgjencë dhe më ka thënë jo, ke ardhur në vendin e gabuar, duhet të shkosh në një urgjencë që është hapur në Sauk. Shumë mirë. Dhe jo, patjetër, ama me autobus falas, më fal, po ky është rasti më flagrant, ishte ndodhia e Martin Canit, 14 vjeçarit të shkolla Fanol. Që nuk vdiq prej TikTokut, vdiq prej dhunës në shkolla dhe prej mungesës së një aparati shumë të rëndësishëm për zemrën në spital. Po jo, ishte që sulton 4 minuta larg dhe çuante trauma. Që nuk e kishte atë aparat. Dhe nuk e kishte, nuk ishte kardiologun. Po lëre aparatin. Kardiologu mori makinën nga që thotë dhe iku te traumat. Por Edi Rama e zgjidh me mbyllje TikToku. Pra, dhe asgjë nuk ka ndryshuar në shkolla. Kjo është çmenduria që të gjithë shqiptarët do ta kuptojnë. Asgjë nuk ka ndryshuar. Tragjedia ndaj një 14-15 vjeçari që vdiq, e para nga mungesa e sigurisë, e dyta nga mungesa e shërbimit mjekësor, mbyllet TikToku. Por TikToku mund të jetë gjë më e keqe, mund të jetë gjë më e neveritshme. Por dil dhe fillo njerë të përballosh problemin që të ka ndodhur. Shkarko të gjithë, nga Ministri e Arsimit, nga Ministri e Shëndetësisë, nga gjithë drejtorët e shkollave, drejtori i policisë, lagjes, të gjithë shkarkoj njerë. Jo, dëgjoj, thuj me culpa, po ka dështu sistemi. Në shkollën Fanoli policia ka qenë. Sepse unë këtë gjë ju e dini që e kam ke vllajën të shkollë. Kam vllajën të ajo shkollë dhe e kam pasur në klasë me të ndjerin. Dhe policia ka qenë për një afat shumë të gjatë kohor. Ama ka ndryshuar gjë? Jo, nuk ka ndryshuar. Ne dim që para një jave në Sami Frashër u bë një sherr tjetër. Para 2-3 javësh ka ndodhur Cakran Fierit, po një therrje me thik, në bazë të matit, po një therrje me thik. Nuk bëhet asgjë për ta ndryshuar. Po, bëhet vetëm ta thash edhe një herë. U fol për konsultimi me 65. Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, to janë dy gjërat. Dhe e treta është Ministria e Financave. Këta të rinj që do rikthehen, duhet t'ju japim incentiva fiskale. Sepse po rikthehen si heronj për të sjellë diçka në këtë vend dhe duhet të kenë ca lehtësira që derisa të akomodohen dhe të kenë tranzicionin për të ardhur në këtë vend dhe për të ndjerë përsëri qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Së funditës do sjellin një kapital shumë të madh, folëm radhën e kaluar, diku te 12 miliardë euro mund sjellin këtë vend. Vetëm të rinjt që janë shkolluar, kanë punuar dhe sot mund sjellin vlera. Pra këto tre ministri
Dhe ne si forum rinor, këtë qëllim do kemi të ndikojmë të këto 3 ministri me programin ton rinor. Dhe do jemi opozitarët e parë kundër partisë tonë dhe kundër qeverisë të Partisë Demokratike, nëse nuk i mban këto drejtime. Rinia është opozita më e pastër dhe më e sinqertë. Jona, rinia jonë. Se rinia ndej, pra ne kemi bërë këtë opozitë dhe brenda opozitës. Po ne dhe na duhet të kupton të gjithë kështu jemi po. Rinia jonë idealiste që nuk vjen për rrogën, si e tha Ores Berberi. Ne nuk kemi trinj që punojmë për 400.000 lekë të Partia Socialiste. Apo shkojmë brava. Kemi frikë brava nga Ogerta Manastirliu, s'kemi frikë nga Edi Rama, s'kemi frikë as nga Sali Berisha, s'kemi frikë as nga Besar Xhaferi. Unë në fakt mezi po pres që kur të publikojmë këtë podcastin të na shohin rinia e Partisë Socialiste dhe do fillojnë do fillojnë të na komentojnë në anë të TikTokut. Ose të na bëjnë ato videot siç i bëjnë që nuk e kemi problem fare. Ore, me që folëm për protestën. Pam gjatë fjalimit që ishte si ishte Okla? Okay. Qa ishte një gjë? Po lasi diktator. Qa ishte ajo? Ashtë vërtet që ti në ndalon fjallën dhe unë kur dalë dhe flash ma bën kështu. Qa spinofi ju bën të gjithë protestës tonë, ta shikoj e Besi doli diktator, ma dhe për mua, Zori Topi, Laert Vasili, lë shtëpinë e Big Brother. Që ditën qytetarët. Ti e ke i problem me emrin, unë s'kam qëtë. Gjithësi, edhe zotri nderuar, aktor, kështu që emër të mirë kjo. Ne eftojmë një podcast. Sa po dali do eftojmë. Edhe përshëndesim. Ai episod është i tillë që ne bëm një plan me folësit. Pra, ata që do marrin fjalën, munduam që ti këshillojmë të tërë për të folur 3 minuta. Dhe duke qenë se unë isha pjesë e mbarvajtjes asaj proteste, kur kalonte 3 minuta, i lajmëroja që ka kaluar koha. Po njeri nuk i iku t'ja merrte mikrofonin e t'ja ndalon. Kështu që nëse më kanë kapur shumë mirë që më kanë kapur, në një protestë ne kemi një lloj agjende protokolli dhe ne respektojmë atë protokoll që mos bëhemi as mërzitshëm të njerëzit. Po, sepse e kemi vënë në dukje që ndonjëherë me protesta që bëjmë duke folur shumë bëhemi të mërzitshëm dhe puna është që të qëndrojmë sa më stoik aty ku jemi dhe të flasim për problematikat sa më shkurt. Prapë se protesta që bëm të shtunën ishte në datë 15 mars, ishte për mendimin tim, edhe doktori e tha disa nga fjalimet më të bukura që janë folur ndonjëherë. Fjalimet kanë qenë brillante, sepse sidomos dhe fjalimi i Oresit që ra në sy sepse ishte shkruar për vet, pa flet, pa gjë dhe foli. Ishin gjëra shumë të sinqerta, e kupton nga të gjithë. Ne nuk kemi strategji Goebbelsiane, nuk e di, njihni Goebbelsin për gjithë. Kemi dëgjuar. Goebbelsi ka qenë ministri i informacionit të Hitlerit dhe është figura e parë që ka krijuar një strategji mbytëse për gjithë median e asaj kohe. Atëherë më shumë ishte gazeta dhe radio. Dhe ai stil Goebbelsian sot mundohet të kopiohet në 100% nga çdo autokrat i ri. Dhe Edi Rama me ndrifugën e kanë kopjuar atë, duke bler mediat, duke mediat që si blejnë t'i mbyllin, portalet t'i hapin vetë, aktivistin t'a krijojnë vetë, profile falso të komentojnë, profile TikToku falso me gjithë është mbyllur prapë i kanë online aktive se din që me VPN përdoret akoma. Është dënuar, do dënohet me 2 vite burg. Do futet gjithë Shqipëria në burg. Pra, atë stil Goebbelsian, Partia Demokratike nuk e ka padur kurrë. Ne jemi shumë të lirë. Gjithë fjalimet kanë qenë të lira, të rinj kanë thënë atë që mendojnë, e kanë lidhur siç duhet këtë mbyllje. Ju ka cënuar lirinë e tyre, e mendojnë siç e mendojnë dhe Oresi është një nga folësit tanë më brillant, është antari jon i kryesisë forumit. Patjetër do kemi edhe. Besoj se vjen e gjithë kjo vjen nga një shkollë politike që Forumi Rinor, ne kemi prej 2 vitesh e bëjmë dhe me vërtet kemi investuar në cilësi në atë shkollë politike dhe ne kemi një armat prej qindra të rinj që mund të mbajnë fjalim nga mëngjesi deri në darkë dhe t'ja kalojnë dhe Parlamentit të Shqipërisë. Por, me patjetër, i kemi nga ata qindra të rinj do jetë Parlamenti i Radhës Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Patjetër, po Parlamenti në Shqipëri mbaj mend edhe këto ditë u diskutua një ligj për rinin se fakti që nga që pafta dhe një ministri për të rinj. Po. Për temin e arsimit dhe këto. Po hap këto qendra të rinore. Apo hap bashkia ata. Për rinin sporti nuk e di. Dhe ministria u mbaj mend kur u miratua buxheti 2025-s kishte 500.000 euro buxhet. Po. Domethënë një drejtori e një qarku ka 2 fishën, 3 fishën e buxhetit të një ministrie.
dhe ishte Bora Mushaqi duke bërtitur në parlament, duke debatuar që ne po bëjmë maksimumin, po bëjmë 3 fishin për rinin. Ju në 2013 thoshte, deri në 2013 s'keni bërë asgjë për rinin. Se Bora qëndron akoma ministre? Është ministre e rinis me një fond 500.000 euro. Ndërkohë, rinia PS-s këto 12 vjet nuk e dim ku është. Jo, rinia PS-s është punësuar në administrat. Po, maksimumi, kryetari i forumit ton ka qenë ministri i brendshëm. Po. Në kohën tonë. Shiko, ministri i transportit gjitha dhe ka pasur bërë rezultate historike, pra, ta theksojmë, ministri i brendshëm kur ka qenë ish kryetari i forumit Sokol Oldashi, të gjithë bandat e Shqipërisë u arrestuan. Ministri i transportit mbaroi rruga e Kombit, pra politikan kalibri. Tani Borën unë e kam shoqe që ta themi dhe në publikut. Jo, e kam pasur shoqen 8 vjeçare, shoqen në gjimnaz në Cambridge, shoqen në shkollë lartë në Londër, është nga vajzat më punëtore, më brillante që e kam njohur. Dhe me të vërtet gëzoj respekt për atë, por për ministrinë e rinis nuk gëzoj respekt, sepse është një ministri pa portofol. Pra, mos ta lidhim me individin. Edi Rama ka lënë gjithë rinin pa portofol. Që kur Ministria e Rinisë është pa portofol, të gjithë rinë në Shqipëri janë pa portofol. Në një ministri rinie në Gjermani që kam qenë në një udhtim pune dhe jam futur aty, kam parë programin e tyre, madje kjo ministri rinie nuk ndikohet nga asnjë qeveri që vjen, se ka një pakt kombëtar për rinin. Është shumë e rëndësishme që të ketë një buxhet madh. Ajo ministri kishte 13 miliard euro. Buxhet. Relativisht, dy fishi buxhetit të gjithë Shqipërisë. Relativisht i binte nëse përpjestoje me buxhetin qeverisë gjermane, i binte diku te 20 herë më e madhe, po të pjestosh 2 milionë euro me buxhetin shqiptar. Se patjetër si me Gjermania. Por ajo nuk ishte ministri pa portofol, ishte ministri me strategji. Ishte ministri që të rinjt mundoheshe t'ju jepte të gjitha mundësitë, inovacion, teknologji, trajnim, punësim, këshillim. Tani, me një ministri pa portofol, që gjithë buxhetin e ka 2 milionë euro, por 1.5 milionë euro shkojnë për operative, se janë rroga, dhe 500.000 euro është buxhet që mund të investohet në aq bën vetëm makina e kryeministrit. Ajo ministri është për t'u tallur. Kushdo që të jetë në kryet asaj ministrie. Besar Xhaferi qoftë nesër në kryet asaj ministrie, është ministri për t'u tallur, është një ministri pa portofol. Ajo që ne duhet bëjmë është ta fuqizojmë këtë ministri. E vetmja gjë që bëjnë është Këshilli Rinor në gjithë Shqipërinë, e cila është një organizatë që unë nuk e di çfarë bëjnë. Pa evente me OJF është. Po nuk e kuptoj, domethënë. Dhe nuk e di që të jetë kaq neutrale sa flitet që është. Unë çka kam parë atje kanë qenë eksponent feshit. Asgjë s'është neutrale në Shqipëri. Edhe analistët media janë neutrale. Dalin listë kandidatësh të mbyllur. Dhe PS-ja. Kështu që nuk ka neutralitet Shqipëri. Puna është që ne duhet të shkojmë tek koncepti që rinis duhet i hapim të gjitha mjetet për të fuqizuar dhe për të smadhuar. Me këtë ministri i rinia është e pamundur. Dhe kjo duhet të thënë gjithë trinjve. Çfarë do lloj ligji ata të kalojnë 2 muaj para zgjedhjeve, po e kalojnë se e kanë dhjerë. Pra, çfarë do lloj ligji mundohen ta kalojnë, e kalojnë se e kanë dhjerë dhe nuk kanë ç'a të bëjnë tepër. 4 vjet, 500.000 euro në vit, 2 milionë euro, aq është muaji i Edi Ramës duke pi shishe verë. 33.000 euro. Po 5 milionë bënte shishe. Vetëm kopshti edhe bënte 5 milionë euro. Pikërisht. Do të thënë, kështu që një tallje. Kjo është çesharakja, kështu që nuk kemi ç'a të themi. Shpresojmë tani që në episodin e radhës ti ndriçojmë akoma tepër me tema dhe më pikante, kështu që faleminderit që edhe sot ishim bashkë. Faleminderit ty për bashkëbesimin. Dhe ty të uroj të shkuara. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ty të uroj dalësh nga Big Brotheri. Edi bashkohen Berishës. Bashkohesh fushat. Tani e mbyllim? Mbyllim. E mbyllim. Ciao.